Se sa e nis, pjesën e parë, Ziu tani nuk të ndërpreva. Ne duam një parti demokratike që tjetë alternativë, dhe alternativë do të thotë që ne funksionojmë ndryshe nga Partia Socialiste. Në qoftë se Partia Demokratike funksionojë njësoj si Partia Socialiste, atëre kështu do rri Partia Demokratike, do rri në opozitë. Aty ne e kemi thënë, e themi dhe e evidentojmë që mungon demokracia. Si jemi si ata, thotë zoti Mziu, s'na kanë zgjedhur grupet kriminale. Tani mund të preventive me fjalët e tua. Sepse ti vendos në peshore dhe këtu padyshim. Atëre si ta kuptoj unë që në Partinë Demokratike përjashtohen kandidatët, disa kandidatë, si ta kuptoj unë që largohen nga Partia Demokratike eksponentë dhe me detyra deri te sekretarja me publikun para 2-3 muajsh. Apo ke për Ben Blushin. Për kë ke Ben Blushi, Arben Malaj, Spiropali. U kërcënua Spiropali do të përjashtohet nga partia. Po themi të njëjtën gjë. E kupton ishte dyshi i shtetit, mor. Ishte kryetare e parlamentit. Ishte ministre e jashtme dhe ndërkohë e ngriti zërin për atë se çfarë po përjeton Shqipëria për shkak të bllokimit, të heqjes së mandatit. Dhe është një kauzë drejtë. Xhelal, ju duhet. Dhe ndërkohë kërcënohet thotë do të përjashtohen nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste nëse ti. Ju e bëni kështu, ju e bëni fakt, thonë nuk e përjashtojnë. Kemi përjashtuar mos na çmenda ditën. S'keni përjashtuar? Më thuaj. Nga grupi parlamentar, lista është ajo që të meriton ceka. Ore ti mos merresh me vrasjen e Beqir Ballukut apo të Mehmet Sheu. Po le tash unë po flas për Gramos Pashko duhet tani ti merresh me vrasjen e asaj periudhe. Po jo. Ke edhe Spartak-Gjeli keni përjashtuar nga grupi parlamentar. A keni përjashtuar? Po me Spartakun ditani. Edhe ky te Beqir Balluku. Je shumë mbrapa, për atë po them unë që rinovo pak sepse kanë ngelur 30 vite me vonesë.